Shërojmë sukses. Okej, po nisim me parashikimet e mbrëmjes së sotme. Po nisim me profesor Bibir Sokulin Gjuda. Lexojmë ndeshjet edhe rezultatet. Irako, Norvegjia. Kush fiton? Dje kemi prognozuar fitus, duhet me mendu pak edhe në rezultat barës. Rezultat barës. Jo, nuk mendoj që këtu ka me pas rezultat barës, fiton Norvegjia. Norvegjia. Argentina, Algjeria? Argentin, Algjeria, Argentina. Sa? 2-0. 2-0. Austri, Jordani. Austria fiton ndesh. A ke... Sa? Po. Vesh falë nëse do me qitë kështu, se milajmë edhe mandej drejt atje me thonë qëfar prognoze ke donë. Portugalia, Kongo. Portugalia fiton me rezultat. Ka shanse të shpallet dhe kampion e bote, Portugalia me që jemi këtu? Është gjiro e parë. Deri tash... Unë të doja shumë për vetëm. Unë mendoj që Franca ka qenë ma binse. Do të shohim në këtë grupin tjetër që ku zhvillon Argentina dhe Portugalia dhe mande të flasim. Le ta zhvillon nga një ndeshje. Edhe Portugalia ka skuadër shumë të fortë. Edhe Portugalia ka... Unë do doja shumë se Messi e ka një kubot dhe do doja edhe Ronaldo, se të dy janë më të mirët e historisë. Po tash nëse donë Ronaldo më shpall kampion bote, do të me lyt ma pak. Nuk e ka një... Në rëndë si të shpallët Portugalia. Nëse donë atina mi thonë aja, donë ti të mirën Portugalis, po, a donë më shpall kampion bote, po. Hen lynja 20-30 minuta, lej këta djemteri pak në... Do shta dhe e bënë. Po tash e bënë... Jepën krasin me ngrit. Po ngrit e kupën, po normal është, edhe ka merita shumë dhaja për Portugalinë, për futbolin botnor. Ronaldo është super. Të gjithë kanë prognozu që Ronaldo ka përfundu para 4 viteve, për ja që nuk është ashtu, ka zhvillu edhe një kampionat evropian, edhe një kampionat... Profa mundet mja për cilë. Prof mendoj që është i fundit për të dy, sepse nuk ka mira mja dhom që të këshillë dhe Albine, ta debol kalu gugjaz që 6 vjetë. Loriku... Që për po kesh? Po mundon që po jep këshilla sportive, Jo, pas më është mja për cilë këtë këshillë. Tash për tash Albini polun shumë mirë, edhe ka ekipin e mirë. Jo, la po ju. Edhe deri sa po flet profa, e ka fituar edhe deputetin e 53 Kovend. A po? Po për qëta e hopa ma betin, se më rallojme. Gjash polun. Po. Genta, për të? Jo, edhe është Angli-Kroaci, prof. Edhe Angli, po pra, edhe Angli-Kroaci, edhe Angli. Ashtë ndeshja më fort nga gjitha këto? Si vjetë pas Francës, në të vërtet bëjt tifo për Anglin, po me Anilen jemi kur lunë Francë. Kurse unë jam për Anglin, kur lunë Franca, unë edhe Anile jemi për Francë. Unë jam për Anilin. Prof, kjo Angli mi thuj ato malkimet edhe kësaj here biles. Do të shohim sepse për herë të parë shkon në kampionat botëror me një trener të huj. Edhe një trener shumë të mirë. I cili e kontrollon grupin, deri tash ka shku shumë mirë, është për ekipeve... Për fillim veç një 4 yje si ka marrë. Për fillim. Vetëm? Një 4 yje si ka marrë. Fare. Po... Pikrisht për puna e disiplinës, puna e grupit. Edhe sidomos ai Palmer, do me thonë, është super lejtar, kjo nuk e ka marrë fare eq. Me zi po presim nesër me pa. Ajo është më pëlqen mu shumë, po kjo e ka pa të arsyshme dhe tash do të ashojmë, a ka pas drejt apo jo. Genta? Anglia fiton. Anglia sa? Anglia fiton... Po ty kur e dhe që e panë se Anglisë e kuptuam që... Anglia fiton 3 ndeshje 2-0. 2-0 Portugali, 2-0 Angli, edhe 2-0 Argentin. Njeni ka medalj, ha? Kshil nga ole, mëse të shkrit njera ka medalj. Genta të prognozoj tani. A ti të gjirë me se njera. Pa rezultate, okej. Irako, Norvegjia. Atëherë, tek Norvegjia e kemi Odegaard dhe Haalandin, që janë një super dyshe dhe po mendoj që gogja kanë me dhonë spektakl nesër në këndeshje, kështu që gjithëshysh mendoj që është Norvegjia që do të fitoj. Argentina, Algjeria? Argentina. Austria, Jordania. Po nuk besoj që të përgjigje. Austria, edhe Portugalia, Kongo. Portugalia, Ronaldos. Angli, Kroaci.
E këtu tash, okej, Profa po thot Anglia, unë Zgratë dorën për një barazim. Ndeshja e parë po shkoj me barazim këtë ndeshje. Barazim. Po. Mushica për ty? Iraku, Norvegjia? Norvegjia, Se ende kom aty Modrici, kështu që... Argentina, Algjeria? Algjerien, kisha monal të Algjeria, e ka një trener të mirë, i dëshmum, edhe po besoj që i ka dhe disa individ, më shtyn të mendoj që do t'jetë një befasi e këndshme, edhe Argentina nuk do t'ishte fundi botës, nëse ndështën këndeshe, sepse e përmenda me herët ka ndeshjen e parë dhe ka fitu botrorin. Po. Mirë, po ndoshta edhe nuk do ta bëjnë gabimin, kështu që nuk mund të prognozoj përveç se fiton Argentina. Okej. Austri, Jordani? Austria. Portugali, Kongo? Portugalia gjithashtu ka super lojtar. Angli, Kroaci? Do të ballafaqohen me një kombëtare që fizike është kogja fizike dhe shkoj me një barazim. Angli, Kroaci? Një prej dueleve të xhirës të parë më e mira, kjo nga po flas kështu e baraspeshume në cilësi, por po flas të nivelit lartë sepse ka pas baraspeshime të kombëtarëve të tjera, po jo të këtij niveli çfarë janë Anglia dhe Kroacia. Dëshira jam është me fitu Anglia dhe me këtë arsye po shkoj fitoret anglezë. Eksperti Portugali, Kongo? Muj me thonë që mund tjetë Kongo si befasi. Dhe Angli, Kroaci ndeshja fundit. Kroacia besoj që ka me bo befasi. Nuk është Anglia në ekip shumë i fort shka që janë dikur. Okej. Trener për ty, Iraku, Norvegjia, minuta 15 për zhvillohet, ne po bëjmë parashikimet të ndeshjes, interesante kjo. Norvegjia është favorit këtë ndeshje, edhe shpresojmë që fiton. Argentina, Algjeria, mos pyet. Argentina është favorit. Po. Austri, Jordani? Austria fiton. Portugali, Kongo? Portugalia fiton. Edhe ndeshja e orës 22 ndërmjet Anglisë dhe Kroacisë. Anglia, Kroacia do të shohim një përballje a ka muskuj Anglia mu shpall kampion bote edhe sa larg do të shkon Kroacia, sa ka kapacitet me shku larg, sepse me të thonë drejtën. Kush mundet me befasu këtu në këtë grup? Kishte me qenë një prognozë interesant. Kush befason? Portugalia. A befason grupi apo do duelet që i përmendën? Duelet që i përmendën. Po, duelet që i përmendën, kush mundet me befasu? Është një prognozë. Mendoj që Portugalia është prognozë interesante se gjithë kemi prognozu favoritët. Unë Portugalin e lash edhe njëm të Kroacia që mund me befasu. Kroacia mundet Ju mendoni Kroacia. Po Kroacia është befasi. Nuk mëjna me konsideru Loriku ka eksklusivitetin. duelin me Anglisë dhe Kroacisë. Angli, Kroaci, kush është favorit? Asnjëra. Kampioni botës është Kroacia dhe Argentina. S'ka problem. Angli, Kroaci po thot. Angli, Kroaci. Po të? A është befasi nëse mbush Kroacia Anglin? Jo. Në kampion. Ka një dozë favoritisht Anglia. E ka një dozë. Po, amo, jo super favorit që me qujtë Kroacin outsider ndeshjes. Portugali, Kongo, në po e shë si befasi. Po, nëse Kongo është qëre ekspertat. Cilët eksperta? Ekspertat, do me thonë, ekspertat e kvotave të basteve, do me thonë, 1,73 është me fitu Anglia, 4,75 Kroacia. Kjo është, do me thonë, kjo është ekspertat. Ja, më qëllu edhe unë si ekspert. Kam për favoritin. Për ekspertizën time nuk është befasi. 1,35 Portugalia, ose 1,30 Portugalia, 10 Kongo. Kjo kish me qenë befasi nëse ndodhi barazim. Po, kjo befasi më e madhe. Veç e ka një super përpara. Super befasi.